Një ngjarje e rëndë është denoncuar në zonën e Golemit, ku një grua e moshuar isha Ademi është zonuar në mënyrë të përsëritur nga dy biznesmen dhe më pas edhe nga efektiv të policisë. Në kuadër të një konflikti për pronësinë e tokës sipas materialeve të publikuara nga avokati Arben Langozi, incidenti ka ndodhur pasi e moshuara ka kundërshtuar ndërtimet në pronën e saj, duke refuzuar t'u jap leje personave në fjalë. Materialet e publikuara tregojnë gjithashtu se efektivët e kanë tërhequr me forcë të moshuarën për ta shoqëruar në komisariat, ndërsa fotografie më vonshme dokumenton duart e saj të gjakosura. Sipas burimeve, konflikti lidhet me çështje pronësie, një problematikë e njohur dhe e përsëritur në zonën e Golemit, ku shpesh raportohen përplasje mes banorëve dhe palëve të interesuara për zhvillim ndërtimor. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me rastin. Në videon e dytë, Recep Ademi, djali i nënës Sishe, është zonuar rënd dhe është lënë në gjendje të rëndë fizike, ndërkohë që dyshimet bien mbi persona të lidhur me interesa kriminale, me mbështetje politike dhe me mosveprim ose bashkëveprim të strukturave që duhet të garantonin rendin dhe sigurinë. Isha dhe Recepi ka një konflikt të vazhdueshëm me zaptuesit e pronës së tyre në Golem. Shpesh herë Recep Ademin e kemi parë të protestojë vetëm në SPAK për pronën e tij, pasi drejtësia nuk po merr masat e duhura për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Më herët për TVA News, Recepi u shpreh se shteti ka arkivuar si vetvrasje vrasjen e shtetasit Selman Ismaili dhe tentativën e vrasjes së Sheko Qerim Ademit, të cilat sipas tij janë krime të kryera për grabitjen e pronës së familjes Qerim Rifat Ismaili.